Kandidatja e Partisë Socialiste për kryetare në Bashkinë e Vlorës Brunilda Mersini votoi rreth orës 10 të paradites së kësaj të diele në qendrën e votimit 4457 në ambientet e shkollës 28 nëntori. Mersini mbriti në këmbë nga shtëpia e saj në lagjen Muratie deri pranë qendrës së votimit. Kandidatja socialiste për kryebashkiake të Vlorës shoqërohej nga bashkëshorti i saj Genci Mersini dhe dy vajzat. Por Brunilda Mersinin, kjo diele e zgjedhjeve është një ditë e shënuar, pasi ajo është e para grua që kandidohet nga Partia Socialiste për kryetare në Bashkinë e Vlorës. Mersini theksoi se ndjek ritmin e qytetit, energjinë e tij, por edhe përkushtimin ndaj njerëzve, ndërsa tha se qytetarët e Vlorës tregojnë kulturë demokratike dhe përgjegjësi qytetare ditën e zgjedhjeve. Shumë faleminderit për suportin tuaj edhe për këtë ditë shënuar. Është një ditë e shënuar jo vetëm për mua personalisht që kandidoj si e para grua në siglën e një Parti Socialiste, një grua që e ndjek ritmin e qytetit, energjinë e tij, njeh njerëzit e qytetit edhe ka përkushtimin ndaj njerëzve, por më e rëndësishme se mua, kjo ditë është për qytetin. Për qytetarët e Vlorës që kanë treguar gjithmonë kulturë demokratike, përgjegjësi qytetare ditën e zgjedhjeve. Uroj që ata sot votojnë me zemër, me mendje dhe me përgjegjësi qytetare, për më të mirën e Vlorës. E pyetur për pjesëmarrje në këto votime të zgjedhjeve të pjesshme, kandidatja e Partisë Socialiste për kryetare në Bashkinë e Vlorës, Brunilda Mersini, tha se ishte e kënaqur. Mendoj që pjesëmarrja është shumë e mirë, sepse ne ndjekim ritmin e pjesëmarrjes nëpërmjet interpretimit të KQZ-s edhe jemi të kënaqur me pjesëmarrjen. Kandidatja e Partisë Socialiste për kryetare në Bashkinë e Vlorës, Brunilda Mersini, u pyet edhe për simbolikën e shiut në Vlorë, teksa u shpreh: Gjithmonë bashkësi, kudo, jo vetëm në Vlorë. Pasi votoi, kandidatja e Partisë Socialiste për kryetare në Bashkinë e Vlorës, Brunilda Mersini, u largua së bashku me familjen nga qendra e votimit.